Ides time dha Ermali, në fakt, partive parlamentare, por do t'i përthosha Partisë Demokratike. Është e aftë Partia Demokratike të dali mbi emrat dhe të krijojë një grup i cili të bëjë një bashkërendim të opozitës, ose të partive që vetë quhen apo quhen opozitare sot, duke krijuar një grup me persona dhe me figura jo të konsumuara politikisht, por me figura të reja politike, për të koordinuar edhe partitë e tjera të cilat sot kanë refuzuar që të vinë këtu. Dhe e dyta që dua të them është, a është e gatshme Partia Demokratike, deputetët e saj, të cilët janë paguar, po paguen, do vazhdojnë të paguen derisa të mbarojë jeta, me fondet dhe me paratë e taksave tona, pa punuar punë të tjera, por si deputet, a janë të gatshëm të sakrifikojnë ata ekonomikisht, politikisht, duke filluar protesta konstante, sistematike, me kërkesa të përcaktuara drejt, do me thënë, a është e gatshme Partia Demokratike ta ketë seriozisht këtë radhë, apo si herët e tjera, duke bërë protesta sa për të pirë një kafe në shesh. Faleminderit. Faleminderit, duhet kemi parasysh që logo është për Shqipërinë, jo për PD-n, dhe siç presim nga PD-ja që të dëgjoj shoqërinë civile, ashtu presim dhe nga partitë e tjera. Po mundet. Kam një pyetje për doktorin. A mendoni që do ishte më mirë që të krijohet një institucion që këtë konglomerat opozitar ta mbajë më të qëndrueshëm, duke plotësuar natyrisht secilit prej personave drejtuesve të partive politike në aleancë me Partinë Demokratike, duke krijuar një institucion, duke ndërhyrë ose duke krijuar një arkitekturë opozitare, ku secilit i merret mendimi në mënyrë institucionale, jo mblidhemi dhe shpërndahemi, po kjo nuk do reflektonte mirë them as në popull. Ndërsa në qoftë se do të krijojë një institucion, qoftë edhe vendimmarrës, pse jo, ku secili të ketë mundësi në një forum që me në krye zotin Berisha si kryetari i partisë më të madhe natyrisht, të krijohet një forum i cili të ketë edhe fuqi vendimmarrëse për çështje thelbësore, për shembull për kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor nuk duhet i besohet qoftë edhe Partisë Demokratike vetëm, pavarësisht nga fuqia që ka, sepse ajo ka fuqinë të pamjaftueshme për të diktuar Partinë Socialiste. Po dhe një marrëzhin publik, unë them që ka kaq shumë nevojë sot opozita, do ishte një ide e cila është themel për të ngritur një besim që atje nuk është vetëm një dhe të tjerë të vinë si dhe një konglomerat personash, një konglomerat rëre, po një konglomerat i cili bashkon secilin dhe krijon vërtet një institucion të cimentuar, i cili reflekton edhe në opinionin publik, tek njerëzit, reflekton besueshmëri. Faleminderit. Zonja Grillo ka që shpash me kërkon. Jo, e kam pyetje nëse zoti Berisha ka në agjendë apo do të ishte dakord apo për ta futur në agjendë mbledhjen e radhës. Po. Se u bën disa pyetje, flet zoti Berisha. Ju falenderoj për ndërhyrjet. Lidhur me gjendjen aktuale të opozitës, të Partisë Demokratike. Ajo çfarë mund të them, pas një kalvarit pa precedent në historinë e Europës dhe më gjërë ndofta, kjo parti arriti të qëndrojë si opozitë e vërtet, s'pari, së dyti, arriti të ketë nga tetori i vitit 2024 gjerë në 5 dhjetor të vitit 2025 7 rezoluta ndërkombëtare të gjitha forcave politike të këtij planeti, të qendrës djathtë dhe djathtë të planetit Tokë, pa përjashtim, të federuar në organizatat më të mëdha
të forcave politike, të cilat kanë denoncuar persekutimin politik dhe përdorimin e institucioneve kundër pluralizmit në Shqipëri nga Edi Rama, narkoshtetin shqiptar e ndërtuar nga Edi Rama dhe farsën elektorale të zhvilluar nga Edi Rama. Farsat elektorale. Pra, natyrisht kjo ka qenë një betejë jo pa pasoja, duhet ta pranoj, jo pa gjurmë, jo pa nishane, jo pa Por këtu është situata. Partia Demokratike qëndron plotësisht e hapur ndaj forcave të tjera politike opozitare dhe ka shprehur vlerësimin e saj për partinë dhe kryetarin e saj që proteston çdo ditë këtu tek kryeministria, ka ftuar dhe ajo është në protestë dhe vlerëson, ka ftuar parti të tjera, por Partia Demokratike natyrisht nuk mund të diktoj jashtë vullnetit tyre bashkëpunimin. Kjo, për sa i përket kodit elektoral, ato janë ftuar, janë ftuar me duke u dhënë dhe garanci që ne do të bëjmë, ne do mbrojmë apo do të jemi për ndryshime konsensuale si opozitë. Ka refuzuar të vinë për arsye sepse ka ndonjë që preferon të jetë opozitë e opozitës, por të jeni të sigurt që opozita e opozitës është patëricë e qeverisë. Këtë, sepse në historinë e pluralizmit, në qoftë se ato rezoluta thonë që ka përdorur institucionet kundër pluralizmit, vetë kuptohet që agresionin ndaj opozitës ka qenë një nga rrugët kryesore. Pra, ne ja u them këtu, jemi të hapur për ndryshime në kodin zgjedhor plotësisht konsensuale me të gjithë aleatët, me të gjithë opozitët, me të gjitha partitë opozitare. Tani, më shumë se kaq, ne nuk mund të ofrojmë, s'kem që ofrojmë. Por ne jemi tërhequr nga ajo. Pse jemi tërhequr nga ajo? U tërhoqëm sepse Edi Rama nuk ka në absolute asnjë vullnet për asnjë ndryshim tjetër përveç atyre që don vetë. Kjo është e vërteta. Dhe ne jemi tërhequr nga dy komisionet, siç e keni marrë vesh ju, për këtë arsye që do t'i përgjigjemi. Pra, unë këto përgjigje kisha dhe lidhur me ai do ndryshoj kodin, jo siguroj që do ndryshoj kodin,